Presin që jeni duke kaluar mirë bashkë me ne, vazhdojmë shkua që të lidhemi direkt me fotografin Arjan Mavriqi. Shohim se ku ndodhet Arjani, a është në teren, duke kryer atë punën e tij të zakonshme, apo për shkak të motit ftoft. Do shta dhe sot ju ka pa mundësu me dali, them mirë mëngjesin nëse vesh po më dëgjon Arjan. Mirë mëngjesi. A përshë, ma murë menja që jenë ambient mbyllën, se kom parasysh që temperaturat sot ta kanë pa mundësu aktivitetin tonë dhe punën tonë që zakonisht e bënë. Thuaj si e fillimisht dhe si ka nisë ky mëngjes për ty? Mirë jam faleminderit, shpresoj që të jeni mirë dhe ju. Unë për ftoft nuk e kam problem, po shi po bjeni madhe, u dezirova që të kthehem për pak kohë brenda, edhe për shkak të respektit ndaj juve që të komunikojmë në mënyrë më të rahatshme, jo me shi e kështu me radhë, pra prandaj edhe u ktheva prapë brenda, kështu që faleminderit për mundësinë. Mirë, Arjan, në fakt ne kemi pa që je në përgatitje të një dokumentari. Po. Më thuaj fillimisht, çka është ideja krejt këtij dokumentari? Çka ka për qëllim dokumentari? Dokumentari që do të quhet Wild Kosova ka për qëllim punën time 14 vjeçare në terene malore, ujore, fushore, gjithandej për atë se çka kam arritur unë të dokumentoj për Kosovën tonë të dashur, pra argumentet, faktet për ornitofaunën që ne i kemi, të gjitha xhirimet, të gjitha ato sprovat që i kam pas, të gjitha pamjet më të mira të mundshme, atë se çfarë nuk është publikuar ndoshta deri më tani, po që do të jetë diçka ekskluzive dhe për juve si kolegë dashur që jemi, edhe planifikoj dikun nga shtatori të del bashkë me librin, që po përgatis librin Wild Kosova, po ashtu do të jetë libri i parë i botuar me fotografit e faunës, fotografit e mia që po ashtu kam arritur t'i shkrep në për terrenet ndryshme, po që do të jetë një libër shumë i nevojshëm për qytetarët tanë, sepse aty do të kenë mundësinë të shohin shumë pjesëtarë të kazhëve tona, të cilët do i paraqes në atë libër me një shkrim lokacion e kështu me radhë. Po, pra është një punë e imja 14 vjet dhe do të paraqitesh përfundimisht në një dokumentar, 50 minuta që do të shkojë çdo dhe në libër po ashtu. Mirë po, çka ke menduar me përfshi në këtë dokumentar? Përmendet që punën tënde 14 vjeçare, pra krejt ato pamjet në teren, ne po ashtu të shohim edhe në rrjetet sociale që publikon ko pas kohe edhe pamjet të kafshëve të egra, edhe kam përshtypjen që të gjithë e mendojnë si po ja del Arjani në ato terene ashtu të vështira. Natyrisht zhandri, wildlife është zhandri më i vështirë i fotografisë në botë për të realizuar, sepse shëderi nuk ketë bëjsh me botën e njerëzve, po me kafshë, me të cilët nuk mund të komunikosh, nuk mund të lesh termine, nuk është diçka që ato të kuptojnë. Por që nështë jo çdo detaj po të regoj se çfarë do të përbonte, se nuk do të ishte mandej interesant të presim që dalë dokumentari, kështu që do të përfshi shumicën punën time 14 vjet nga do të flas pak nga fëmëria ime, dëshira për të marrë me faunën, po që më shumë ti do të tregoj videot gjatë terrenit, videot ekskluzive, kafshë të cilat ndoshta janë parë tek një prej tyre pas 200 viteve, shumë prej tyre për herë të parë të xhiruara, afërsisht dikun 14 specie të reja të identifikuara në terrenet tona e kështu me radhë, pra do të kenë shumë çana ekskluzive. Por afërsisht 14 specie të reja në vendin tonë, mirë po mundesh me na ndohet çka ka diçka prej tyre të cilët ndoshta nuk i kemi pas më herët në territorin tonë, edhe që faktikisht nuk dim që i kemi këto. Po, ndoshta e dini fillimisht ka qenë më ekskluzivja, më e mira, bën një graviçar fluturues që bëjtë fjalë për skifterin peshqngrënës osprey, që as unë s'kam besu kurrë që mund të gjendet mes nesh. Unë kam arritur ta dokumentoj, ta fotografoj në vitin 2017 në liçenin e Badovësit dhe në atë kohë mund mjoftuan edhe nga Ministria për Kocë që është lloji i 10 i graviçarëve fluturues që është identifikuar te ne. Pastaj një tjetër graviçar fluturues që bëhet fjalë për black kite apo një lloj të skifterit tjetër që është quhet në shqip çifti zi.
shumë disa lloje të rosave, disa lloje të zogjve tjerë të cilët vërtet nuk kishin të dokumentuar, por që kemi dokumentuar, si që dini dhe ju, që nuk është parë 200 vite përpara edhe kastori euroaziatik, një gjysmë ujor, një gjytar gjysmë ujor që ne kemi identifikuar tashmë në Kosovë dhe jo rastisht po pritet të ndryshe kjo është Toto. Edhe një herë emrin? Toto. Toto, e përshëndesim Toton. Është e jotja personale, e mban vazhdimisht aty në shtëpi? Bashkëjetoni me të? Ma shoku jonë, bashkëjetoj me të, edhe i kemi pasur përpara, po që tash kjo është pjesë e familjes tonë, edhe ndoshta kërkoj falje që na ndërprejo. Jo, s'ka probleme, është i mirë se ardhur edhe veç na e ka zbukuru kështu këtë bisedë. Mirë, po Arjan, ke edhe shpezu së kashte tjera në shtëpi? Faktisht je shumë lidhur me natyrën, edhe profesion tashmë e ke. Për shka se jam banes, domethënë me paskon shtëpi, nuk kishim mujt me fol prej kafshëve për rreth, po për shkak se jem banes, është vetëm se Toto, po që po na mjafton për momentin. Po besoj që e ka gjetë një ngrohtësi shumë të madhe dhe një dashuri nga ti dhe krejt familja jote atë. Absolutisht se po, është pjesë e familjes edhe nuk e ndajmë nga asgjë. Mirë, po. Ti kthejmë edhe një herë asaj se çka ishim duke folur, përmende këto specie të reja që faktikisht i ke vërejtur në territorin tonë, mirë po si a del ti identifikosh gjitha këto, sepse pas parasysh është terreni i bukur i vështirë, edhe duhet një punë bukur e madhe për me realizu krejt atë çka e bën ti. Dëshira madhe për ta gëzu popullin tonë me ekskluzivitet të reja, sepse nësë e dini, dhe jam shumë i sigurt që e dini që para një kohë, ndoshta para vitit 2000, ne sot që kemi pas idenë më të vogël për llojin e këtyre kafshëve që i kemi në mes nesh, për shkak të sprova me cilët ishim përballur, pra për shkak të një regjimi që ndoshta një aparat me ta po ndorë, një kamerë, ke qenë i dyshim pse po e përdor. Pastaj natyrisht pas luftës dikush duhet dilte të dokumentoj këto specie, pra është një punë që duhet edhe të vazhdohet edhe me tutje për shkak se unë po dua që gjeneratave të ardhshme t'i lënë një bagazh, një material të cilët do të shërbenin pra po ashtu edhe për librat biologjisë, po ashtu për ornitologjinë, ndonë se nuk kemi shkencë të ornitologjisë për momentin, po që të kemi pra informacionet mjaftueshme, mos ta kemi fatin sikur ne, pra që mos kemi ndoshta mundësi të dim shumë për mbretërinë e kafshëve, pra është diçka që e bëjmë me keq shpirtin. Tash fal Zotit jo vetëm se unë, po ka edhe kolegë tjerë të cilët po e bëjnë të njëjtën, ndonë se unë jam ndoshta pak i vetmi që jetoj e kësaj pune tash. Pra kam dokumentarin tim javor, wildlife është jeta jam, domethënë nuk mund të paramendoj ditën, çdo ditë jam minimumi 5 orë në terrene malore, po ashtu edhe dokumentimet të kafshëve ujore, sidomos nga bota e shpendëve ujor. Po tash më e mira e të mirës, mikë nderuar, është që po kthehen shtektarët dhe jemi shumë të lumtur dhe tash i shfrytëzojmë thuajse tërë ditën nëpër terrene, sepse i presim çdo shtektar, janë miliarda prej çdo shtektar të cilët kthehen dhe neve na duhet kohë të dokumentojmë disa prej tyre që na mungojnë akoma në arkiven tonë, po që mundësia është më e mirë tash sepse ka shumë lloje sidomos të shpendëve. Mirë po, a ke gjetë përkrahje, ose sa janë institucionet përkrahëse karshi teja? Tash, po dua të jem shumë realist, nuk kem pas kur mbështetje nga ana e ministrisë tash, sepse do të ishte turpshme nëse nuk themi të drejtën, me ardhjen e ministres tash, zonjës Pasolli, kemi një mbështetje qysh nga fillimi marrjes mandatit saj e kom pashi, sepse edhe ajo e don botën shtazore kom vrejt. Nëse nuk e don botën shtazore, nuk e atë problem është edhe me ndihmu dikush. Nuk kem pas dhe tash kur asnjëherë dhe këto e them me plot përgjegjësi, ndërsa tash për momentin jemi të lumtur që po gjejmë një mbështetje përveç ministrisë, po ashtu edhe nga drejtoria përkohëse apo drejtoria që merret me zonat e mbrojtura. Mirë po, ke pas kontakt direkt me zonjën Pacolli? Po, ishim në partje, ishim në takim një 2-3 herë dhe kem marrë vendimet përbashkëta për të punuar, sidomos se kemi një problem serioz me ligatinën e Hencit, një zonë e mbrojtur ujore që është e vetmja në Kosovë, po që ligatina e Hencit për momentin
është degraduar e tëra, është një problem shumë serioz aty dhe në atë legatin ne duhet të punojmë seriozisht për ta ruajtur sepse nëse vazhdohet kështu atëherë ligatina e Hencit prandaj dhe kemi quajtur si iniciativë ligatina po vdes, aty vitin që shkoi është tërhequr uji i krejt, kanë ngordhur mira specie të ujorëve, e nëse nuk ka në ujor natyrisht nuk do të jetë as shpend sepse s'kan me çfarë pushjen zot shtektor, edhe pse aty e kanë pasur ishte shtëpinë e tyre, pra dhe kanë kolonizuar aty, prandaj dhe për neve kjo ka qenë një, le të themi një krim ndaj natyrës, krim ndaj një zone të mbrojtur ujore dhe ne shpresojmë që kur mos të ndodhë diçka e tillë dhe këtu e kemi gjetë mbështet. Me njëherë Ministria kanë dalë në terren e kanë ardhur dhe policia dhe po patrollojnë non stop aty të pjesë dhe po e them drejt zemra mal po na bëhet që tashmë ka dhe patrulla policore sepse e kishin pas shkatruar vend pa pikë mëshire, pa pikë konsiderate. Aty janë dikun me qindra lloje shpendë të cilët e kanë shtëpinë e tyre, pra kolonizues dhe jo kolonizues, edhe ne jo rastisht e kemi quajtur pajrojsa e zogjve shtektor dhe shtektor, ndërsa vitin që shkoi ajo pra e mori pomjen e një Sahare, sepse ishte thare tëra për shkak të tërheqjes së ujit që kishte bërë dikush, po aty duhet një hetim nga ana e shtetit sepse ndryshe nuk ka mundësi të dihet se cili është fajtori apo kush, cili ishte nuk e dia mund ta quajmë njëri i cili bëri një krem të tillë. Arjan, për krejt asaj çka ke dokumentuar deri sot, për krejt eksperiencës tënde 14 vjeçare, cila është e më e veçantë për ty? Po, të gjithë ne që merremi me dokumentimin e faunës, atëherë shpirtin e kemi të uritur për ta dokumentuar Republikën Ballkanik. Pra domthon është një specie që kërkojmë me krejt shpirtin për ta dokumentuar. Unë e kam dokumentuar një herë në kamerën kurrë. Por që le të them për shkak të rastit të veçantë dhe mungesës së informacionit që është mes nesh, pra ishte kastori euroaziatik, që ajo gjitari gjysmëmujor, që ka qenë për diçka ekskluzive, por që ka dhe shumë të tjera. Është problem vërtet me i dokumentu, pastaj e kemi pubzën, një zog shtektar që kthehet nga shtektimi dhe ka një pamje mbretërore, ta quaj ashtu për një pamje që s'mund ta imagjinosh derisa nuk e sheh. E kemi dhe e thash më skiftierin Osprey që dokumentuam, po edhe çdo ditë tash sidomos në pranverën e verë po na del diçka ekskluzive. Shumë shpesh po kemi lajme të reja, ekskluzivitete të reja për dokumentimin e specieve të reja. Ajo që është më rëndësi është ta dim që këto specie pra kanë një rëndësi të veçantë për neve, për njerëzit, sepse mos harrojmë se ato e kryejnë një rol tepër të rëndësishëm që ne të kemi mundësi të jetojmë normalisht, për shkak se diku 500 deri në 600 milion ton insekte konsumojnë shpendët çdo vit, po ashtu dhe zvarranik, po ashtu dhe brejtës. Pra a mund ta imagjinojmë ne jetën nëse ato nuk do të kryenin këtë punë, atëherë si do ta menaxhonim ne raca njerëzore, popullatën e insekteve që janë me miliarda, si do menaxhonim ne popullatën e brejtësve, zvarranikëve e kështu me radhë, pra do të ishte pamundur, prandaj dhe punën që e bojnë zot shtektar dhe jo shtektar për neve na lëm të kushtojmë, sepse se ne duhet i ruajmë me krejt qenjen tonë, me krejt shpirtin për shkak të punës që e bojmë pra në shërbim të njerëzit. Arjan, prej krejt kësaj, gjatë këtyre viteve, ke qenë ndonjëherë ose je ndjen ndonjëherë i rrezikuar qoftë nga bota e egër, qoftë nga kushdo atë, nga kafshët e egra? Falë Zotit, nuk kemi kafshë të cilët kërcënojnë seriozisht jetën e njerit. Tu duhet të jemi realist. Përveç nëse shohim dikun ariun me kylysh, atëherë duhet kemi parasysh në kësi raste, pra nuk duhet ta neglizhojmë situatën. Nuk duhet të shkojmë afër foleve, as të ujkut, as të kafshëve të tjera, sidomos gjitarëve të cilët mund të jenë kërcënues për njeriu, po në raste tjera pra kafshët shumica prej tyre ikin prej njeriu, sepse me dekada i kemi
vrarë mizorisht, pra akoma kemi gjyëti legale për fatkesh, pra kafshët kanë frikë të mërshme për njerëzve, sepse kur raci kemi lonë, asnjëherë ato nuk vinë për na shqetësuar neve në vende urbane ku jetojmë ne, pra në habitatet e tyre shkon njeriu, pret malet, dëmton lumend, ndërton gjithandej pale, pra kjo e bën që kafshët për gjithmonë e kanë një frikë të mërshme për njerit, pra sidomos tek ne. Prandaj edhe këtu s'ka arsye pse të kemi frikë, sepse na jemi ata që i kemi të merru gjithmonë. Por që çfarë mund të jetë rrezik është nga rrshqitjet e gurëve në terrene malore, atëherë këtu varet prej forcës të individit që del ngjitjes nëpër lisa të nga njerë deri në 20 metra për vendosur kamera monitoruese, aty ka mundësi të rrshasim dhe të pësojmë ndonjë aksident, zoti na ruaj, mos inshallah po nuk ndodh, por që po ashtu edhe fiziku njerit apo edhe gjendja psiqike të jetë e fortë për të përballuar ecje të gjata, sepse në këto raste pra nëse nuk je i sigurt, më mirë është të dilësh diku në zona ku janë afër balimit, afër vendeve urbane, por që po kemi sfidat i kemi po ashtu edhe në keq kuptimin apo mos mirë kuptimin nga ona e gjahtarëve ilegal, sepse ne po vazhdojmë akoma që t'i lusim të na mirë kuptojmë, pra mos dalin pa sezon në gjyëti, të kemi parasysh t'i mbrojnë edhe ata, pra kafshët të cilët janë të mbrojtura me ligj, mos gjuajnë gjithandej edhe sot ku po flasim donë se shumë prej kafshëve tashmë vetëm se janë me kylysh, ata ne po dëgjojmë zagar apo qenë të gjyëtisë të cilët mund të ndikojnë seriozisht në mirëqenien e këtyre specieve, por që po ashtu edhe gjatë sezonës kur është koha apo e drejta për dalur për gjujtur, ata gjuajnë kafshët të cilët nuk lejon me gjujt që janë kaprolli, dhia egër, ujku, maca egër e kështu me radhë, pra edhe këto kafshë po i gjuajnë duke mos pasur konsiderat absolutisht ndaj rrezikimit të tyre për zhdukjen nga territoret tona. Mirë, Arjan, faleminderit shumë që realizuam këtë lidhje direkte bashkë, pavarësisht motit të keq. Po ashtu përshëndesim edhe Maqokun që ishte deri pak më herë kështu në dalje. Faleminderit juve të shtatë, faleminderit juve kolegë nderuar që gjithmonë na jep një hapësirë pra për të treguar deri ku kemi mri me punën tonë. Është kënaqësi gjithmonë të jemi musafir tuaj, e meritoni një respekt të jashtëzakonshëm për shkak të punës që bëni dhe asoj se asnjëherë për nuk na keni harruar, gjithmonë na keni dhënë ndihmë spoku duke na thirrur, sepse edhe kjo është një ndihmë drejt promovimit të faunës dhe këtu e keni një meritë edhe ju. Jemi mirë se ardhur çdo herë edhe një herë faleminderit shumë, pas një ditë mbarë dhe shumë suksese në realizimin e dokumentarit. Shumë faleminderit.